kanë kriju strukturë, interesat të ndryshme, qofshin ato politike, personale, kështu me radhë. Kështu që është rritur, po dhe LDK-ja po ashtu duhet të krijojë një mendim të ri politik, të strukturohet dhe pastaj mund me pas rezultate se është e pa, dyqysh, mendoj disi e pa e rregull, kështu që me tentu, me dal partia dytë, ose me liftu për partinë e dytë, ose partinë e tretë, dhe më thonë, nga aspekti dhe më thonë i parlamentarizmit, partitë kanë 3 objektiva. Çka besoni profesor se një farforme e ngeci përparimin më të madh të LDK-s, që të mos mund të radhitas si parti e dytë? Pa pak vështirë ka qenë për atë arsye se PDK është ma strukturume edhe e runat brumin kryesor që e ka, përkundër që ka mungesë të madhe të liderëve, dhe LDK-ja ka menduar që në emrin e një frymë të Ibrahim Rugovës do të arrijë diçka, jo në bazë të punës, sipas mendimit tim, por në bazë të frymës. Dhe nganjëherë fryma ndihmon, por pa punuar është pak problem. Dhe kështu që ky rezultat është ai që është, dhe thënë ka mundësi si LDK-ja, nëse jo PDK-ja, së bashku me vendosin të arrijnë dhe të krijojnë të gjitha institucionet të cilët jem, domethënë duke hekur keq ta quaj kështu, dhe kemi krijuar një performancë negative si në sferën e brendshme edhe në sferën ndërkombëtare. Dhe unë mendoj se duhet të ulen, edhe kombapja në vazhdimsi duhet të ulen dhe të krijojnë institucionet për shkak se edhe në aspektin politik, edhe pragmatik, edhe në aspektin financiar jemi duke humbur që në mënyrë kumulative afër $1 miliard dhe në vitin e ardhshëm ne do t'i humbim nëse vazhdojmë kështu. Profesor, kur po flisni pra për pjesën e koalicionit ose bashkëpunimit mes partive politike, mes cilave parti mbase ishini më të mundshëm një bashkëpunim? Një bashkëpunim më të mirë dhe më thonë edhe më funksional e shoh partinë vetëvendosur me PDK-n, se vetëvendosja dhe PDK i ka numrat e mjaftueshëm për gjitha. Numerikisht do ishte më i dur, por mbas